dhe do të theksoj sot rrugën Qukës-Qafploq. Një rrugë e cila ka nisur me një kosto prej 70 milion euro, por sot ajo u kushton xhepave të qytetarëve shqiptar plot 260 milion lek, një kosto e trefishuar dhe vetëm 43 kilometra rrugë. Deputetja, edhe pse proteston për shëmbjen e rrugës, na thot se Partia Socialiste e ka ndërtuar rrugën me vlerë 27 herë më pak se kosto që do ndërtonte Partia Demokratike. Por rruga Qukës-Qafploq ka nisur në vitin 2009 mos gaboj, pra 16 vjet më parë, me idenë që do të shpenzoheshin 73 milion euro. Më pas në vitin 2013 shkoi rreth 120 milion euro, ndërsa në mbylljet saj sipas një ish ministrit Partisë Socialiste ka shkuar 371 milion euro. Po pse Shqipëria duhet shpenzonte 371 milion euro për të fituar vetëm 2 minuta më shumë? Nërsa gazetari Feviu na deklaron se Partia Socialiste e ka ndërtuar rrugën me vlerë 5.2 herë më shumë se kosto me të cilën do ndërtonte Partia Demokratike. Ndërsa në mbylljet saj sipas një ish ministrit Partisë Socialiste ka shkuar 371 milion euro. Pas kësaj kontradikte të madhe në vlerat e ndërtimit të rrugës, jemi të predispozuar të besojmë gazetarin, i cili burimin e informacionit e ka nga një ish ministër i Partisë Socialiste. Dhe e gjitha kjo duket sikur të jetë një blof që deputetja e Partisë Demokratike i bën gazetarit dhe denoncimit të tij, si t'i ketë dalë në mbrojtje qeverisë së Partisë Socialiste. Ndërsa gojët e liga flasin se qeveria Rama 4 është tejet e kënaqur me prononcimin publik të deputetes, e cila protestoi për shembjen e rrugës, por kursesi, jo për vlerën e saj. Por si qëndron e vërteta, populli padyshim priret i besojë ministrit që qeverisë socialiste, i cili thot se rruga ka kushtuar 371 milion euro dhe jo 2.6 milion euro, siç dhe deklaron deputetja. Mes profanëve në opozit dhe hajdutëve në qeverisje, më të dëmshëm rezultojnë të jenë profanët e opozitës, pa të cilët nuk do të mund të kishte hajdut në qeverisje. Mast Channel. Please subscribe.